Veç lona hopok edhe apet me tëp. Aqë shumë e do në futbolin. Ama të dy t'i keni synimet shumë të qarta, po gjatë mëdhaja, me shku në Real Madrid me lujtë. Pse pikrisht Real Madridin e keni zgjedhë? Se i ka lojtarët më të mirët. Edhe trajnerët i ka të mirë. Trajnerat i ka të mirë. Tregom një pak sa herë një avë të ushtroni edhe apo ja o merë kohën shumë, apo i leni ana shpak mësimet ajo? Kejt. 4 herë një avë të ushtrojnë. Shtes i kena 2 herë një, ose 2 herë e kena kështu normal, tani 2 morte e kena premte kena kështu normal, a hole mërkuri shtes. Kush do të marrë shtes, i vjen. Mirë shumë. A ndodhë për shembull gjatë ushtrimeve me u lodh pak, edhe me thonë sot s'ka këna konë për ushtrime? Po ndodhë, se ama ushtrime... Mu dhe i stash jo. Unë 2 herë në ashta. Mirë shumë. A ju ka randë njerë me lujtë me ekipe pak ma të mdhaja se jo? Po, ama i kena mujtë. Okej. Tregom pak cili është një prej lojtarëve që ju pëlqen mas shumë të juve? Për mu është Jude Bellingham. Për mu është Kylian Mbappé. Mirë shumë. As ju pëlqen Yamal jam? Jo. Pse s'ju pëlqen? Me driblimet i ka të mira. Ka në ka? Driblimet. Edhe shujtin. Okej. Edhe ajo më pëlqen po mas shumë të Jude Bellingham. Edhe për Mbappé në që është i shpejt, e ka shpejtësin, edhe shujtin. Okej, disa prej karakteristikave ty në ju pëlqenjë dhe me? Po, Jude Bellingham me mu pëlqen që shkur se mund të upin heq. Veç pason edhe jep golla mas Po shumë. duhet me konë bashkëpunus në futbol. E Messi dhe Ronaldo, a ju pëlqenjë se zakonisht kur bëhet kjo pyetja për futbolist, krejt thonë a Messi a Ronaldo? Ronaldo. Dytë Ronaldo, po se Real Madridin e keni zgjedhë. Hajtë tregom një pse ju pëlqen Ronaldo të dyve? Se është shumë i fort. Edhe që E ka atë stilin që bën sy. Valla mu më pëlqen Messi ma shumë. Unë njerë më konë me Ronaldo, tani me Messi, tash me Ronaldo. E pse po menoni që tash Ronaldo është ma i mirë se Messi? Po... Qa ka diçka ma të veçantaj? Driblimet, shujtin, e ka ma të fort. Edhe është i sakt në shit, edhe ka ma shumë gola, ka jep ma shumë gola se Messi. Mirë shumë. Hajde po kthehemi tek ju, tek përditshmëria juaj. Sa medalje apo trofej keni fitu deri tash, si ekip edhe individualisht ju? Si ekip kena fitu shumë medalje. S'po t'len me fol heq. Si ekip kena fitu shumë medalje, a kështu që ja ka marrë një trofej edhe 3 medalje. Mirë shumë. Edhe 3 mirë njohje. Unë e ku marrë një medalje edhe një kupë. Një trofej. Po, cila prej medaljeve ose trofejve ju ka gëzu mas shumë ti? Trofeja që kena lujtë, vëse dy korikot i kena mujtë, kena konë gjusën finale, i kena mujtë 12 me një. 5 gola e kam shënu une. Me siguri ka qenë shumë moment krenarie për ty, Bdini. Edhe unë i kam shënu 5 gola që aty. Mirë shumë. Po sa gola i keni jep mas shumë të diri tash? O, valla o zdi, ama shumë kam jep. 2-3, një ndeshje ka 2-3 gola. Mirë shumë. Edhe unë që është 2-3 në loje. Po sa, që kanë vlerësu trajnerët e juj? Trajnerët e mi më kanë vlerësu që një futbolist shumë i mirë.